inteligencë artificiale. Në eleksion mua tani me që je për inteligencë artificiale. Unë për shembull jam një njeri i varur nga inteligencë artificiale, nëse mund të quhet, kuptoj. Unë ri gjatë në çfarë kam bërë unë pyetje të fundit në chat për shembull. Përse e kam pyetur chatin? Një sekond. Sinfonia e 10 e kam pyetur e Beethovenit. Sepse e ngatrova, i thash dikush është gëzimi, po tha i gëzim, unë nuk e keq kuptuar, unë e kisha fjalën Sinfonia e 10, tha i është gëzimi, e kisha gabim, e pyeta, më doli që i kisha gabim, nuk që. Pyetja tjetër. Një sekond, caption i fuqishëm, përgjigje Olga, ikonat që mbijetuan, thjerza, recept thjerza, shumë praktikisht gjitha jeta ime është në chat, lumë kush do më kontrolloj çfarë bëj gjatë ditës, se tani besoj të gjitha këto që shkruajmë janë Jo, janë gjëra pozitive, po, janë gjëra pozitive. Jo, pozitive janë, po janë domen publike kam fjalën, gjithkush mund na i shohë çfarë shkruajmë. Po, le të themi, thohet jo, po në fund fare po, dikush arrin gjithmonë që të gjej çfarë po shkruaj.